ti bësh shok Allahu xhaleshanuhu, të merresh me magji, edhe ky fenomen është shumë i përhapur sot. Të merresh me magji. Çfarë do të thotë bësh magji? Do të thotë që ti të xhelozosh dhe të kesh një smir dhe një inat aq të madh në shpirtin tënd për dikë tjetër, sa që ti e urren atë me gjithë shpirt dhe do ta shohësh keq. Po çfarë do të thotë kjo automatikisht? Ti ke kundërshtuar kaderin e Allahu xhaleshanu. Sepse Zoti ja ka dhënë mirësinë atij, ti shkon edhe e xhelozon atë. Ti automatikisht po sulmon kaderin e Zotit xhaleshanu. Dhe kjo është quajtur gjuna u madh. Ti bësh shok Allahut, të merresh me magji, të vrasësh padrejtisht një njeri, të hash pasurinë e jetimit me pa të drejtë, të hash kamatën, fajtja, interesi, të ikësh nga betejë në çastin e sulmit ndaj armikut, të shpifësh për zina ndaj grave besimtare, të shpifësh për një grua që ka bërë zina. Konsiderohet gjuna u madh sepse shkatron jetën e tjetrit.